Falënderimet më të sinqerta nga populli, edhe je njeriu më i respektuar. Faleminderit. Faktet të dëgjohen. Edhe gazetarët e tjerë sot kanë ardhur, shqyr Zotit, si thot populli. Të gjithë kanë ardhur sot, gjithë i keni këtu. Ç'a ka ndodhur që ta morin vesh sepse ju pam Tiranë, kemi parë në rjoll asoj skenash. Kemi parë në Zvërnec tilla skena, po kur pam edhe këtu tham ç'a ndodhi. E vërteta është kjo që populli u irritu aq shumë sa që u detyru që të shkulin garën se nuk kishin mundësi më të vinë për dita për të vunin tubat e ujit. Pse s'kishit ujë fare? Ka pas ujë fare, bilesh ka bërë një reduktim. Të fshati mirë kush i spoli uje, kush një Po. Ju hoj tubat në mënyrë Ishin ato që i kishin vënë tapat, ë? tapat, edhe ka futur tub hegri tani, Po. edhe ka futur tapat, asësh i spoli ujë, sa ka që kam me liqë. E kuptoj. Kjo firmë nuk e dim se kush është, edhe çfarë bën, edhe ku ku është ky. Po ju e keni prej 14 vitesh, sot u kujtuat me këtë firmë? Po kjo ka ndodhur në muajin tetor 2025-s. Po pse më përpara ishit mirë me Me firmën? përpara kemi qenë, s'kemi pas asnjë lloj problemi. Pe 14 vjetësh që bëri heci. Pra Tani Heci është- punonte dhe ju kishit ujë. Po, kishim ujë dash për vaditje, dash për pirje, dash për gjitha. Tani për 5-6 muaj që kur ka marrë ky i riu, gjoja i ri. A pse iku i vjetri? I vjetri i ka shitur këtij tjetrit edhe ky ka bërë gërmimet pas një lloj të drejte. Pra këto gërmimet i ka bërë ky, ë? Po, gërmimet i ka bërë ky i riu. I ka ardhur, edhe ka rrethur që këtu vinë turista rrugës së Gnatit, pinë ujë, rrinë, ratoshin Po, një ka orë. qenë vend turistik. Vend turistik, vend për qef, mushte i bidon ujë, kafshët e egër po ujë pinë, kafshët e fshatit po ujë pinë. E rrethoj që edhe kafshët nuk kishte drejt